Belinda Balluku është emri më i diskutuar i politikës shqiptare momentalisht. Zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës ka vendosur përballë drejtësinë dhe qeverinë në një ping-pong institucional që vazhdoi edhe ditën e sotme. Këshilli i mandateve dhe imunitetit ishte planifikuar të mblidhej ditën e sotme për të vendosur në lidhje me kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të Ballukut, që çon në arrestimin e saj. Nuk ka ndodhur kështu, pasi me kërkesë të anëtarëve të Partisë Socialiste, mbledhja është shtyrë për një datë të pacaktuar. Argumentimi: jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit, si institucioni më i lartë i drejtësisë në vendin tonë, ka në dorë një patate të nxehtë që mund të jetë thelbësor, jo vetëm për të ardhmen politike të Ballukut, por edhe të vetë qeverisë Rama apo SPAK-u të drejtuar nga Klodian Braho. Gjykata kushtetuese u mblodh ditën e martë për të vendosur në lidhje me kërkesën e kryeministrit Rama për pezullimin e Belinda Ballukut nga pozitat e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës nga SPAK. Antarët e kësaj gjykate nuk dolën me një vendimarrje, duke fituar më shumë kohë. Opozita pati akuza të forta në lidhje me shtyrjen e mbledhjes së Këshillit Mandateve, duke reaguar edhe nëpërmjet liderit të saj, Sali Berisha, që ndodhet në Bruksel, dhe kreu të grupit parlamentar, Gazmend Bardhi. The prosecutor office asked Prokuroria kërkoi arrestimin dhe heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Edi Rama, kryeministri i quajtur Rama Duroj Madh, e bllokoi iniciativën e prokurorisë dhe nuk po e lejon. Pse? Sepse në çdo 3 rresha të këtij dosje gjendet emri i tij. E njëjta gjë po ndodh edhe me Akshin, Agjenci Kombëtare të Teknologjisë. Të gjitha të dhënat po eksportonte bandat kriminale dhe banditët. Zvarritja e çështjes Balluku, si në parlament ashtu dhe në gjykatën kushtetuese, nuk është rastësi, por një operacion i koordinuar politik për të bllokuar SPAK-un dhe për të mbrojtur korrupsionin në majtë të pushtetit. Mazhoranca socialiste dhe Edi Rama kanë zgjedhur zvarritjen si mekanizëm mbrojtës për Belinda Ballukun. Të njëjtën strategji ka ndjekur edhe gjykata kushtetuese, e cila dje shtyu pa afat vendimarrjen për të pandehurën Belinda Balluku. Çdo vonesë shërbimi drejt për Edi Ramën, për të blerë kohë kundër drejtësisë dhe për të pandehurën Balluku. Mirëmbrëma në Top Story. Nuk është një ping-pong institucionesh i cili ka një kosto të vogël, është një ping-pong institucionesh që ka një kosto të lartë sa i përket kredibilitetit, besueshmërisë dhe pritshmërisë që kanë shqiptarët në këtë proces për të parë nëse do të ketë pavarësi, nëse do të ketë drejtësi, nëse do të ketë ndëshkueshmëri, nëse do të ketë transparencë. Mbledhja e Këshillit Mandateve sipas opozitës është shtyrë në një afat tjetër pas vendimit të gjykatës kushtetuese pritet nëpërmjet një SMS-je. Opozita nga ana tjetër ka të gjithë legjitimitetin të bëjë reagimin e vet dhe reagimi që kemi parë ne deri sot është një reagim që denoncon qëndrimet e majorancës dhe kreut parlamentit, por që duket sikur është thjeshtësisht një ping-pong komunikimesh dhe jo reagimesh aktive sa i përket mënyrës, proporcionit, masës në të cilën opozita pritet nga shqiptarët që të reagoj fort përkundrejt këtij ping-pongu që majoranca po e përdor në mënyrën më të dukshme pa asnjë skrupull për të ndryshuar totalisht narrativën që ka pasur deri sot, ku drejtësia nuk pengohej sipas Edi Ramës, ku çdo gjë shqyrtohej dhe në parlament nuk do të kishte më ngjecje sa i përket çështjeve që SPAK-u kishte çuar për hetim, dhe kur tashmë një institucion tjetër si gjykata kushtetuese është duke fituar kohë në dëm në një mënyrë apo një tjetër të gjithë shqiptarëve, qofshin ta të majt djathtë apo pa parti. Kam 6 të ftuar sonte, duke nisur me Jonida Sheun. Mirëmbrëma, kënaqësi që të kam këtu. Gjithashtu. Eral Kapri, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Blet Koga, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Elton Qyno, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Anri Bala, mirëmbrëma. Arbër Hitaj, mirëmbrëma. Duke pasur vetëm një kujdes si ta nis me zonjat, gjithë kronologjia tjetër nuk ka lidhje me mënyrën si e nis dhe ku e bitis, ndonjëherë këtej dhe ndonjëherë ande. Erald, nisim bashk si përfaqësues politik dhe si një minorancë sa i përket kësaj analize që dua të shqyrtojmë sonte, që do të thotë si e shikon ti dhe si e shikoni ju këtë ping-pong, këtë moment institucional ngërçi, këtë qetësi pas fortunës, ishte ngritur një pritshmëri e madhe e të gjithë atyre që njohin politikën dhe ndjekin, jo vetëm analizojnë, që
Tashmë ditët e numëruara do thoshte opozita dhe tha opozita për Edi Ramën se po i afrohej deadline-it të ditës së gjykimit dhe hapjes së kutisë Pandorës nëpërmjet 16.000 faqeve që kanë shkuar në Këshillin e Mandateve dhe ndërkohë moment pas momenti ne shikojmë në fakt një situatë edhe më të mbrojtur se sa gjykata kushtetuese në rastin Veliaj e plot të tjera që mund t'i krahasojmë. Nuk ka asnjë diskutim që po jetojmë një moment veçantë që për ne është një moment edhe historik. Pra, në këtë moment maskat kanë rënë dhe Edi Rama e ka shpallur një luftë të hapur drejtësisë dhe kjo bëhet për të shpëtuar veten e vet. Pra, çështja Balluku tashmë është vetëm një pretekst në mënyrë që ai të sigurojë që të mos ndodhi më një precedent që pritet të ndodhi në të afërmen e afërt, që SPAK-u nesër mund të hapi një akuzë në kryeministrit dhe në mënyrë të ngjashme të kërkojë dhe pezullimin e tij si kryeministër në mënyrë që ai të ndiqet si një qytetar i lirë dhe i barabartë para ligjit. Pra po jetojmë këtë absurd, që mund ta interpretojmë edhe si një puç kushtetues. Sako që një nga pushtetet, 3 pushtetet e sistemit demokratik tashmë është bllokuar, është ndalur duke rrezikuar rënd demokracinë, duke krijuar precedent të rrezikshëm për të ardhmen dhe duke menduar që mund të ketë pasoja edhe më të rënda. Tani përteksa po jetojmë edhe në pasoja të tjera absurde. Për shembull, sot në 4 të mëngjesit, parlamenti votoi maggjoranca me 84 vota ndryshimin e kodit penal. Ku vendosi që një qytetar që parkon dysh me makinën e tij dënohet një vit burg. Dhe këto ndryshime u bën fal votës Belinda Bollukut, e cila mungoi gjithë ditën në parlament dhe erdhi në 4 të mëngjesit dhe votoi votën e 84 për ta miratuar këtë ndryshim në kodin penal. Dhe një qytetar që parkon makinën dysh mund të shkojë një vit në burg, ndërkohë që zonja Balluku, që akuzohet për abuzimin e qindra miliona eurove, që ka një akuzë nga prokuroria speciale, që ka vendim gjykate, nuk pranon t'ia dorëheqjen dhe për mëtej, është bërë dhe sfidë e hapur sistemit të drejtësisë, në mënyrë që atë mbrojtë politikisht dhe mos dorëhiqet si... Të lutem mos shko më tej tek analiza politike se më vjen keq që do të ndërpres, por edhe kjo vlen her pas here më shumë se politika. E madhe, kjo e vogla. Më thuaj pak argumentimin për këtë parkimin dysh, se përse është bërë me këtë nivel penaliteti dhe ndërshkueshmërie dhe nëse është matur që në rrugët e Shqipërisë Tiranës kryesisht ka mundësi që ti të parkosh rehat me pagesë të vogël apo të madhe apo free dhe ti kur ndalon një herë dysh ke këto rrugë të pa imagjinueshme të kalosh njësh,